Dhe në të dyja rastet nuk ka asnjë interes për zotin Berisha për fituar. Zotin Berisha I qëndron, se ka një reagim si di nga zoti Maliqi. Falçik, e para zgjedhjet lokale ndryshojnë në zgjedhjet e përgjithshme. Patjetër. Sepse edhe unë kam qenë në zgjedhjet lokale, kam marrë 7.000 vota ta zëm në Bashkinë Kuçov, kurse kësaj radhe mora 2.000 vota në Bashkinë Kuçov. Pra mora 15 ca vota në qarkun e Beradit, por mora me fjalë sepse janë shumë kandidat për në Parlamentin e Shqipërisë. Nuk ka lidhje fare me zotin Berisha. Po zoti Maliqi ka një dhënë tjetër. Nuk ka lidhje fare me zotin Berisha dhe me zotin Meta. Sigurisht që kandidati duhet politik, që të ketë lënë gjurmë, se pa mbështetje politike të strukturave. E mendon ndryshe Partia Mundësia, si ka sugjeruar një emër jo politik. Këto janë idetë e tyre, por nuk ka, bile në Shqipëri nuk gjen dot njerëz jo politike dhe kur e shikon në një... Ka një alternativë Partia Demokratike, opozita në tërësi? Sigurisht që ka, por duhet të kuptoj... Pse po nguron ka Fal pak, duhet të kuptoj një gjë, se është krijuar një tablo e zezë që nuk fitohet me këto opozit. Unë duhet t'ju them të gjithë shqiptarëve që ta kuptojnë këtë histori, sepse në 2019, pra Lulzim Basha bojkotoi zgjedhjet lokale. Pra i fali 61 bashki Parti Socialiste. Dhe pa pushteti lokal nuk vjen fitoria e pushtetit qendror. Madje dhe në këto zgjedhje që ne ishim tani, në 5 bashkit apo 6 bashkit që fitoi Partia Demokratike në 2023, fitoi prap me fjalë pavarësisht masakrës elektorale. Tani pse ndodhi kjo? Më pas vazhdoi loja në Juoq non grada Sali Berisha, Megoni Gali, Sorosi, Rama, bashkëpunime, e futun në arrest shtëpie. Në 2021, pa bashki, po me një koalicion të përçarë, Rama me Zimori, 74 mandate, madje po të ishte Lësia bashkë me PD-n, në 2021 nuk fiton të Rama, dhe tani kemi në zgjedhjet e 2023, aty të dalë, në zgjedhjet e 2023 për pushtetin lokal, Sali Berisha nuk ekzistonte në fletë votimit, nuk ishte fonde, nuk ishte komisioner, nuk ishte numërus, nuk ishte KZAZ, me fjalë, po thuaj se nuk ekziston dhe ishin zgjedhje të pa barabarta. Në këto zgjedhje tani ne vajtëm vetëm me 5 bashki, edhe me këtë situatë, me këto akuza që ne thamë jo krimi, oligarkia, falje pensioneve, shpërblimi pensionistëve në 100.000 lek, apo falje gjobave, grupet kriminale, gjitha me radhë, ndodhi ky rezultat. Tani, unë duhet ju them juve, që nga 2019 dhe deri tani janë 36 krye bashkjak të akuzuar në SPAK. 11 prej tyre janë shkarkuar dhe janë burgosur. Rasti i fundit ishte në bashkinë e Tropojës. Dhe ende Tropojës, të Ersekës, të Kolonjës. Rasti i fundit. Dhe unë them, nëse ky ka moral, Rama ka moral, ky e kalon vendin, sepse po thuaj se 1/3 e popullsisë kalon zgjedhje lokale sipas kërkesës që ka bërë ky. Ky e kalon në vendin e zgjedhje lokale me kushtet barabarta, tani jemi ne me vull, me komisioner, me KZAZ, me fonde të barabarta. Zgjedhjet lokale ndryshojnë. Lidhur me Tiranën, unë mendoj që nuk do të bëhen zgjedhje, çast ndodh se këta nuk pyesin as për gjykatë kushtetuese, unë mendoj, prandaj ka vajtur për t'i dhënë masë një mesazh e dërguara me fjalë e Shtetit Bashkuara me punë pranë ambasadës. Mendoni që ka ndërhyrë? Po besoj që i ka dhënë një mesazh sepse mbas shkresës së djeshme dhe mbas këtij reagimi publik, me fjala ka vajtur sot në takim, është një mesazh. Megjithatë edhe po ta dekretoi presidenti, unë mendoj që gjykata kushtetuese është ajo që vendos. Kështu që opozita bashkuar ka kandidat, këtu me pak vota janë ndarë edhe në këto zgjedhjet është tani, por Ali Mehmeti është një rast tjetër. Për shkak të kodit korruptuar zgjedhor, për shkak të kësaj marrëveshje që u bëti, që vazhdojnë që nga 2008 e në vazhdim, përkeqësohet situata e kodit zgjedhor, Ali Mehmeti merr 18.000 vota dhe është jashtë parlamentit, një deputet e Berat merr 3.000 vota dhe bëhet deputete, ajo Zegjineja ti me 4.000 vota bëhet deputete, Toni Gogu merr vota më pak se mua bëhet ministër, Erion Braçe 20.000 vota rri deputeti thjesht, sepse ky është me fjalë një sekond, ndryshe nga zoti Berisha, Rama zgjodhi një tjetër strategji. Ata që konsiderohen si kuaj fushate dhe që normalisht sigurojnë vota, i vuri pjesë e listës së hapur. Ndërkohë që zoti Berisha
njerëzit e tij më besnik i bëri pjesë të listës së sigurt dhe të tjerë, siç ishte edhe zoti Ali Mehmeti, siç ishte edhe zonja Tabaku, dhe ne kemi diskutuar bashkë që zonja Tabaku duket sikur është e vetmja nga opozita që ka shkuar me votat e qytetarëve në parlament, apo jo? Do ta jap përgjigjen. Unë kam qenë një ndër zërat kritik, ku kam thënë që një pjesë e drejtuesve politik, pavarësisht masakrës elektorale, do t'japin dorëheqjen, shisha fare me këtë kod dhe me këtë sistem zgjedhor, po mos harrojmë që te Partia Socialiste me fjalë autoriteti i mazhorancës i kryeministit është shumë herë më i madh se sa në opozit, dhe grupi përveç qeverisjes, përveç administratës, përveç parave të pista, oligarkisë, bandave të gjitha me radhë, me fjalë i kishin mundësit edhe më të mëdha këta që u futun në listat e hapura. Sigurisht unë jam kritik për të sistem zgjedhor dhe për të kod zgjedhor, sepse kur jam djegur unë, mora 5.222 vota, dhe i mora në një qarë ku votuan 60.000 votues gjithë, dhe isha në forca politike Partia e Lirisë, u sulmova në APD-ja, u sulmova në APS-ja, i vetëm përballë dy grupeve dhe marr 5.222 vota. Jemi përballë këtij realiteti. Dhe jemi tani, unë mendoj që zgjedhjet në Tiranë, të paktën në anën ligjore, mendoj që është një lojë politike për të rrequr vëmendjen, mendoj që nuk do të bëhen zgjedhjet. Edhe gjykata kushtetuese ka për ta rrëzuar, por shqyr që Erion Veluej të paktën mori guximin, se nuk i besoj me fjalë ofertës që i ka çuar Rama, dhe besoj do ta çojë deri në fund. Cila ishte oferta? Sepse oferta pranor shkarkimin, që ti nesër dalësh në burgu. Po kush i beson Ramës? Rama, edhe ata që ka poshtë vetes tani, nuk e ditë kush e ka radhën. Do të dëgjoni Xhevaire shumë shpejt besoj, edhe këto 2 muaj para vetëri, që do ketë ministrat Partisë Socialiste, që do ketë deputet Partisë Socialiste, ka zëra që mund të ketë edhe një deputet në opozita, sepse i kemi dëgjuar që janë 1 apo 2 apo 3 në tim. Unë jam për zbatimin e ligjit kur ka fakte, por jo për paraburgosje pa prova, arrest politik, si që ndodhi. Pra, do të kërkoj masa sigurie për ministra? Po sigurisht që do ketë edhe për ministra, sepse janë tërë të pjesë me madhe janë të përgojuar. Inshallah nuk është një nga këta që si beri me ministra. Se e ka zakon Rama që i heq nga ministra dhe i qonë. I keq përdori këtë nipin e në vërojë. Qa ka kjo hoxha? E keq përdori këtë na thethi e peprishje andeje këti, duke dal jashtë kompetenca policisht, të dhe la deputet thjesht aty të rri, e shumë të tjerë. Apo ullësimin e famshëm. Zoti Maliqi lidhi aktivitetin e SPAK me situatën politike, theksoi që ministra, deputet, jo vetëm nga mazhoranca, por edhe nga opozita, mund të jenë, le të themi, në telashe me prokurorinë e posaçme, sidomos këto 2 muaj. Pra parashikon një furtunë. Besoj që po, nëse tani, këtu ka disa kontradita logjike, mendoj unë. Nga një anë themi SPAK-u i partisë, nga një anë japim statistikën që 31 kryetar bashkie të mazhorancës janë në arrest ose në masa të tjera shtrënguese nga SPAK-u. Tani këtu ka një mosrakordim shumë të madh. Gjykoj. E dyta, çfarë interesi kishte Edi Rama për të goditur Erion Velin, unë akoma nuk e kuptoj, sepse e thash edhe më përpara, është ortaku i tij më i afërt. Unë e di një teori. Jo i gjithë SPAK-u i partisë, domania në një tjetër. Dhe këto arrestime bën me porosi të Ramës, sa për djeni. Pra të gjithë arrestimet brenda të majtës, bën me porosi të Ramës, sepse Rama nuk pranon njerëz që t'i dalin nga rreshti. Dhe unë po them, mua që më shikon këtu, kam bërë 11 kallëzime, i bie që unë të jem për kallëzim të rrem brenda, për një ajdar të famshëm në Kuçov, për vjedhje abuzime korruptive, e dënoi SPAK-u 1 vit burg, e konvertoi me 150 orë punë, vazhdon cirku në për gjykatat e Shqipërisë, ka bërë një vjedhje abuzive të tmerrshme me 4 milionë ca euro, edhe SPAK-u i kanë bërë një 3 memo Dumanit të Edi Ramës, dhe nuk thënë asë edhe një përgjigje. Këtë do thot, i ka lënë vizën, ja çon Aberin se këtë do arrestosh në këta të vetët, që që tjeni të bindu për te. Sigurisht që ka dhe arrestime kur s'ka ndërhyrje me fjalë politike, por që unë them që në qoftë se Edi Rama urdhëron të arrestohet zëvendës kryeministri i tij Arben Ahmeta, në qoftë se Edi Rama lejon të urdhëron, është sigurt 100%, e ka thënë vetë Arben Ahmeta. Tani dhe Erion Velia, Erion Velin e ka patriotën, po dëgjoj pak. Erion Veliajn e ka patriotën. Dhe njerëzit e Erion Veliajt i kam takuar unë.
Dhe të gjithë më thonë e ka nga Rama, nuk shprehen. Jo vetëm ata të gjithë, për të gjithë shqiptarët. S'kemi pse mbrojmë. E a kaputi kokën politikisht, e vari politikisht Erion Velien, se shikonte si pasardhës. Nuk le pasardhës. Këto janë hamundësime, janë fjallë ai tani nuk e di çfarë do ndodhin me Ballukun, se dhe Ballukut i ka dhënë shumë fuqi, mbas edhe ajo e ka vendin, sepse Edi Rama nuk le njeri pasardhës. Ate vetëm po e rëzuan shqiptarët, po e rëzuan ndërkombëtarët. Pyetja logjike është, në qoftë se Edi Rama godet vet ai me urdhër të tij, me udhëzim të tij, gjithë bashkëpunëtorët e tij, gjithë njerëzit e tij të afërt, në sytë e publikut shqiptar, në sytë e votuesve shqiptar, Edi Rama del më i fuqishëm apo del i diskredituar dhe i dëmtuar dhe penalisht tashmë për korrupsion? Ai i diskredituar është, më fal që ka i diskredituar është, por këtu qeveria drejtohet në një band, në oligarkë, marate pista, kërcet vota me 100 euro, me 200 euro, kërcejnë joshet, presionet, mori të gjitha bashkit, se mos kishte marrë bashkit a i nuk fitonde, ati tiroj me Gonigali, tiroj Sorosi, tiroj Dumani, me këta tre, a i e sot pushtet. Ta mbaroj pak argumentin, sepse i kemi artikuluar disa herë këto, ta dëgjojmë pak. Zoti Maliqi, në qoftë se deri para 3 vitesh, 4 vitesh, thoshte që dikush ka ngrënë dardha pas shpinës time, sot nuk e thot do të mas kush. Pse? Se nuk është më një njeri, tani është një sistem i tërë, është një zinxhir ministrash dhe kryetarësh bashkisë. Pra, nuk ka më justifikim tani. Tani justifikimi i Edi Ramës është përpara meje votoni Sali Berisha dhe Ilir Meta, nuk thot jam më i pafajshëm. E dyta, ju përmendni shpesh me Gonigalin, të lutem, ti vjen nga një parti që është Lëvizja Socialiste për Integrim. Kryetari i saj ose presidenti i saj kur u akuzua çështja me Gonigal në publik, doli dhe unë kam ende screenshot, nuk ja dërgoj regjist një moment, ku thotë që po me Gonigali është një aferë e vërtet, thot Ilir Meta, dhe Lulzim Basha që kur hyri në politik, hyri si agent rus. Kjo është një deklaratë publike e Ilir Metës, dhe unë nuk ja dërgoj dhe screenshot të titrat që dolën në lajme. Ju, tani, nuk është dhe përmëndet edhe 2019 që u sabotuan bashkit. E vërtet që u sabotuan bashkit në 2019, po edhe në 2011, Bashkia e Tiranës u dhiqe nga PS-ja, nuk u dhiqe nga PD-ja. U dhiqe nga lideri i Partisë Socialiste, nga Edi Rama. Dhe Zoti Basha fitoi. Ashtu siç dikur në një kohë represive. Qëndro pak këtu. Qëndrote 2011. Qëndrote 2011. Te 2011. Tani Ilir Meta është sot në burg politik, drejt për drejt në Edi Rama, na Sorosi, Juri Kim e me radhë. Në 2011, Edi Rama nuk ja falë dot Ilir Metës, sepse Ilir Meta bashkë me PD-n, nëzorën dhe zotin Miloshi, në Partia Komuniste, dhe morën fitoren për Lulzim Bashën. Më pas, çfarë ndodhi? Rama me intrigat e tij arriti me njerëzit të futur, sepse për pushteta i vdes me fjershet edhe familjen e vetë, në arriti në 2013, beri marrëveshje me Ilir Metën, në 2013, që erdhi në pushtet. Pasaj në basë 2013, po t'i vini re, kur u be kryetar parlamenti Ilir Meta, Edi Rama vinde çdo të anë tek Ilir Meta, thua ti, kryeministri varësh nga kryetari parlamentit. Vetëm e vetëm me fjalë që të arritë synimet e tij. Të arritë synimet e tij sepse shikonte si rrezik Ilir Metën, dhe që ta dini ju, Ilir Meta dhe Sali Berisha të dy me fjalë automatikisht Edi Rama sot do ishen në opozit. Por ati tiroj Lulzim Basha që i shiti pushteti lokal, i shiti mandatet, tiroj Kimi, tiroj me Gonigali, pra tiroj Sorosi, e futi në arrest politik Ilir Metën, në arrest shpije Sali Berishën, jo që i vullën bleu demokratët, qau opozitën në mënyrë gjallëzore dhe prandaj sot. Edi Rama të gjithë bashkëpunëtorët e tij nga fut brenda. Burg. Vetëm një sekondë.